Disa familje që mbajnë zhiva, për ata që nuk e din, çunat e ri, është mërkuri. Zhivën në shtëpi për mësysh. Dhe nëse ju ndodh që ju humb, thonë, kjo është një fatkeqësi që do të na zej shumë shpejt. Prall e ngritur mbi një prall. E para zhiva nuk largon mësyshin, as nuk mbron nga mësyshi. Besimi se zhiva apo mërkuri largon mësyshin apo mbron nga mësyshi është paganizëm, idhujtari, shirk, ortakëri ndaj Zotit, që mund ta nxjerrë njeriu krejtësisht nga feja, Allahu na ruaj. Pra të besosh se kjo ka fuqi me të mbrojt, është problem shumë i madh. Shirk i madh del prej feje. E nëse njëri thotë jo kjo, po Zoti e ka bërë këtë sebeb, ky është shirk i vogël. Nuk del njeriu nga feja, po rrezikon shumë. Kështu që zhiva run nga mësyshi është prall. Me të humb zhiva do të ndodhi fatkeqësi, prall e ngritur mbi një prall. Sheh Albani, Zoti e mëshiroft, ka pas një proverb të ruajtur nga Shkodra, kanë baston shqiptarët e Sirisë, edhe thoshte pralla hanqeni arra. A hanqeni arra? San, po me pralla han. Kështu edhe kjo punë. Zhiva është prall dhe humbja e zhivës është një prall tjetër.